Horoskopi ditor e Hënë. 2 shkurt 2026. Dashi. Vazhdon faza e vështirë dhe mërzitshme që ju shoqëron prej disa javësh dhe që ju bën pak nervoz. Do të duhet të presim të paktën deri në mes të shkurtit për të filluar sërish me vrull të ri. Kjo është një periudhë kalimtare në të cilën do të nevojitet maturi dhe moderim. Demi. Me Marsin, Mërkurin dhe Venusin në një aspekt të favorshëm, kjo fazë rikuperimi vazhdon të përfshi si jetën tuaj të dashurisë, ashtu edhe atë të punës. Dikush që përjeton një fillim të ri do të shërbej edhe për të rizbuluar dëshirën për t'u emocionuar dhe për t'u rikthyer lojës. Binjakët, pas një periudhe të qartë, grin jetën tuaj, tani po gjeni një motivim të ri për të ecur përpara dhe për të besuar në atë që bëni. Në dashuri, sidomos në pjesën e dytë të shkurtit, do të vinë momente vendimtare të cilat do të shqetësojnë veçanërisht çiftet në ekuilibër. Gaforia. Është e drejtë, i lini gjërat të rrëshqasin duke shmangur reagimet ndaj provokimeve. Të paktën deri në datën 13 të muaj do të vazhdoni të keni këto këndvështrime astrale të cilat mund t'ju shkaktojnë mërzitje dhe bezdi. Nuk duhet të humbisni optimizmin edhe kur gjithçka duket e humbur. Luani. Ju pret një ditë shumë më pak e tensionuar në krahasim me ato që keni kaluar, edhe fal yjeve më të favorshëm. E juaja është një shenjë konkurruese që pëlqen të shkëlqej. Fal mbështetjes yjeve do të ketë mundësi për të fituar një kënaqësi të madhe dhe për të marrë njohje të rëndësishme. Nga qershori do të keni ide shumë të qarta për të ardhmen tuaj. Virgjëresha, yjet ju lejojnë të gjeni një ekuilibër të caktuar dhe të brendshëm. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të nxirrni në pa më të mirën në veten tuaj dhe t'u tregoni të tjerëve fytyrën tuaj të vërtetë dhe talentin e madh. Sidomos në marrëdhëniet me njerëzit e Bricjapit dhe Akrepit, mund të përjetoni momente shumë të këndshme. Në këto 10 ditët e para të shkurtit, mund të ndodhin gjëra që do t'ju lejojnë të bëni një ndryshim. Peshorja. Faza e trazuar që shoqëroi jetën tuaj veçanërisht në pjesën e fundit të janarit do të vazhdojë të paktën deri në 5 shkurt. Më pas, gjëra dal nga dal do të përmirësohen. Pjesa e dytë e shkurtit do të jetë më fitimprurse. Çdo gjë që tani duket si një qëllim i largët do të bëhet më shumë i lehtë për t'u arritur. Akrepi. Nuk ja vlen të vishni një fytyrë të mirë, sidomos kur bëhet fjala për ndjenjat. Tani është koha për të sqaruar gjithçka që është e gabuar dhe për të qenë të vendosur në pohimet dhe arsyeve tuaja. Shigjetari. Gjatorëve në vijim do t'ju duhet i kushtoni vëmendje mbi të gjitha marrëdhënieve tuaja me shenjat e peshqve dhe demit me cilët lehtë mund të lindin keqkuptime apo dyshime të cilat mund të elmojnë klimën tuaj rreth jush. Nga pjesa e dytë e shkurtit do t'i riktheheni të keni Venusin në një aspekt pozitiv. Bricjapi. Të qenurit shumë kokfort mund të jetë një thik me dy tehe. Nga njëra anë kjo ju bën gjithmonë të pakënaqur sepse gjithmonë përpiqeni të përmirësoni veten dhe asgjë nuk ju përshtatet. Nga ana tjetër të bën që të thellohesh gjithmonë në çdo situatë. Ujori. Ditë pas dite po kthehet vitaliteti që kishit humbur disi në pjesën e fundit të janarit. Megjithatë keni kujdes, do t'ju duhet përballeni me disonancën e Jupiterit e cila do t'ju shkaktoj pakënaqësi veçanërisht në lidhje me punën. Së shpejti do të keni Venusin në krah dhe kjo do të kthehet në një dëshirë më të madhe për jetë dhe shoqërueshmëri. Peshqit. Në krahasim me muajin janar, shkurti do të jetë shumë konstruktiv dhe do të shihni një farë optimizmi të rilindur tek ju, sidomos në marrëdhëniet me njerëzit e Gafores dhe Akrepit mund të lindë diçka e mirë. Së shpejti do të ndryshoni këndvështrimin dhe mënyrën tuaj të shikimit të gjërave dhe patjetër do të jeni shumë pozitiv.